Ky libër është pak a shumë historia më e hershme e Durrësit, e kthyer për fëmijë dhe për prindër dhe për gjysfrit dhe gjysha që duan ta lexojnë. Është në rim dhe janë 60 ilustrime origjinale që e bëjnë më të prekshme për fëmijën, besoj, dhe normale rima. Durrësi është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë, ka një legjendë themelimi shumë të hershme dhe është marrë kjo legjendë dhe është shtyr në një vjersh me rim, që të bëhet sa më e përafërt për gjithë grup moshat e ndryshme. Ne themi që është për fëmijë të rritur dhe pleq të rinj, domethënë për fëmijë që mund të kuptojnë informacionin dhe për pleq që akoma duhet mësojnë informacione të reja. Dhe është një botim që në fakt ka 3 libra në një, sepse është legjenda origjinale se si është shkruar 200 vite pas Krishtit ose në erën tonë, është vjersha versioni më i kombit, babai tim që është bërë në vitin 1989, që përfshihet në këtë libër, dhe është versioni im, që janë diku te 60 ilustrime, 120 faqe, dhe përfshin jo vetëm një hartë të gadishullit të Durrësit për themelimet e parë të qytetit, por edhe një lojë për fëmijët, të cilët duhet kërkojnë të gjejnë këto objekte. Janë disa objekte nga Pegasi, te hipokampi, tanijet të mastirëve të ndryshme për dhe shpatërës, të cilat janë fshehur diku në ilustrime, dhe përveç rimës që do dëgjoni ose do lexoni, dhe përveç bukurisë e ilustrimeve, do kërkoni edhe ku janë këto objekte të fshehura. Në libër janë disa personazhe, 7 prej tyre kanë edhe portretet e tyre. Këtu përfshihet mbreti Epidam, i pari i dinastisë, si thuash. Është nipi i tij Dyraku, po edhe vajza e tij Mjaltëza, është hyu i detave Redoni, që ka me portretin me tij, është Irakliu, dhe është edhe ylli në fund, i cili është normale ai që jep emrin Ilirëve, që jep etnonimin Ilir, dhe më pas ky gadishull i tëri, gjithë rajoni quhet Iliria. Fëmijë, prindër, gjyshër, ju ftoj ta bleni këtë libër, jo vetëm nëse keni interes historinë e Durrësit, që është këtu shumë bukur ilustruar, por nëse keni një dëshirë për njohuri të dhëna në rim, me ilustrime, në një mënyrë që është shumë përçuese për fëmijët, që i bën ata jo vetëm të rimojnë vetë, por edhe në të ardhmen të jenë shkrimtarë dhe piktorë të arshëm të brezit tonë.